Territori shqiptar për datën 4 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, duke sjellë mot kryesisht të vranët dhe rreshje të dobëta her pas here më të pranishme në zonat verilindore dhe lindore. Në ultësirën perëndimore pritet mot me vranësira të dendura dhe intervale të shkurtra kthjellimi. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 deri në 7 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 5 deri në 7 metra për sekond. Në Bregdet mund të arrijë deri në 8 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 4 tetor 2025 pritet të jetë mesatar 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 4 tetor do të jetë rreth orës 06:33 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë. Shkodër 11 deri në 16 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 16 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 10 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat 9 deri në 16 gradë Celsius. Korç 6 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 14 gradë Celsius. Sarand 11 deri në 15 gradë Celsius.